Mirdita dhe mirë se erdhët në transmitimin tonë të drejt për drejt, si çdo mesditë do jemi në shoqërinë e emisionit Me Zemër të Hapur, ku ende ditën e sotme do të vazhdojmë me të njëjtën temë të lëmpezull nga dita e djeshme. Jemi pikërisht me krimin makabër të Korçës, nëna e Marsela Toshit rrëfehet ekskluzivisht drejt për së drejti në studion e emisionit tonë. Mbrëmjen e djeshme, vetë Marsela Toshi ka kontaktuar drejt për së drejti redaksin e emisionit Me Zemër të Hapur, ka folur gjëre gjatë me ne dhe na ka premtuar që ditën e sotme do të jetë në një lidhje telefonike për të folur për herë të parë për akuzat që ngritën dje familjarët e bashortit të saj. Ndiqni materialin e përgatitur nga gazetarja Odeta Dume, rikthehemi me nënën dhe me tezën e Marselës fillimisht dhe më pas me vetë protagonistën e kësaj ngjarjeje. Ngjarja makabër që tronditi Korçën dhe mbar opinionin publik u trajtua ditën e djeshme në studion e emisionit Me Zemër të Hapur. Gjatë transmetimit teksa babai i viktimës ka rrëfyer të merrin e përjetuar mëngjesin e datës 5 dhjetor, në një lidhje telefonike ka reaguar nëna biologjike e Marsela Toshit. Në dëshminë e saj shokuese, Mimoza Gremi ka pohuar se nuk e beson dot që këtë krim ta ketë kryer Naumi, por ajo ngriti një akuzë të rëndë duke u drejtuar të bijes së saj. Tani, unë kam kaq vjet që kam ikur në Itali. Edhe kur vdes një njeri dhe bën një veprim, ka mund të që ta fëmijë ose ky i jati fëmijëve, se i njëfja shumë mirë jati me fëmijëve. Edhe kam qenë dhe në Greqi kur ka punuar, që punonte si punë ati i derit, e që është zvarë për ata fëmijët. Edhe kështu që nuk besoj që ta ke bërë ai vetë se ai linte kohën për ata fëmijë. Pra do të thotë që i ka bërë vajza juaj, se vajza juaj është parat natë, është grindur me pikërisht me të ndjerin. Ju thoni që nuk ka qenë Naumi dhe bashkoheni me familjarët e tij. Kush e ka bërë sipas jush? Nuk ka mundësi. Ju mendoni që mund të ketë qenë vajza juaj, por edhe persona të tjerë ashtu siç thonë edhe familjarët e të ndjerit? Besoj se kështu është. Nëna e 22 vjeçares ka pranuar gabimet, por kurse sti të fali gabimet e së bijës, ajo prej vitesh kishte nisur një jetë së re në shtetin italian dhe kontaktet me të bijën ishin të pakta. Në këtë lidhje telefonike të gjatë, Mimoza Gremi ka akuzuar dhe policin kufitare, si dhe uniformat blu të Korçës, të cilët kanë lënë të lirë vajzën e saj për të kaluar më pas në shtetin grek. Nuk e di se si policia e mori çupën time edhe nuk e mbajti aty. Se të ndoshte kjo gjë në Itali, nuk e linin sikur të histe kemën. Derisa të gjendesh kjo gjë, nuk hedhin as fëmijët në qihur, po do minin shenjat e gishtave, do minin të gjithë ato që kishin bërë, edhe gjendesh ky muhabet se kush e kishte bërë. Po kush është Marsela Toshi? Në moshën 4 vjeçare, asaj u divorcuan prindrit dhe vajza u rit me babain dhe gjyshen. Më pas, adoleshencën e kaloi në kujdestarinë e njerëkës së saj. Kontaktet me nënën biologjike kanë qenë të pakta, pasi Marsela gjithmonë e ka akuzuar nënën që ajo e ka braktisur dhe nuk është kujdesur kurrë për atë. Nga ana tjetër, nëna ka rrëfyer se ka paguar detyrimet për të bijën, por ajo gjithmonë e ka shfrytzuar ato për para. Ajo sa herë që kishte nevojë për lek, apo të ziresh me Naumin, nuk thoshte kurrë që u zira me Naumin, po thoshte mundohej nga shtëpia. Por i thoshte unë, pse? Ajo do gjente gjithmonë në një shkak, çupa ime ka ngarhati se nuk ka punuar asnjë ditë në jetën e seja, e ka vetëm ngarhati. Sot, nëna biologjike Mimoza Gremi ka udhëtuar drejt Tiranës për të qenë pjesë e studios tonë në një rrëfim ekskluziv. Ajo do të përballet me të bijën Marselën, e cila do të jetë në një lidhje telefonike. Fakte të reja priten të dalin mbi ngjarjen e rëndë, ku humbën jetën jo pak, por 2 të mitur, së bashku me babain e tyre. Vrasja e 2 vëllezërve të vegjël u krye nga 44 vjeçari, i cili më pas vrau veten, apo të 3 u vran nga një dorë e tretë.
Miqtë e mi, kjo ishte kronika e përgatitur nga gazetarja Odeta Dume. Rikthehemi me protagonistët e ditës së sotme. Pikërisht një javë më parë kam mbritur për të kryer ritualin e varrimit të dhëndrit dhe 2 nipërve të saj. Në fakt, Marcela është 24 vjeçe sipas pohimeve të nënës, të cilën e kam të ftuar në këtë studio. Ajo e ka lënë vajzën në kujdestarin e ish bashortit të saj, pra babait të Marcelës, në moshën 7 vjeç. Ne ditën e sotme do të flasim për jetën e kësaj familje dhe kush është Marcela, nga këndvështrimi i nënës dhe përse dyshimet e një nëne janë pikërisht që krimin makabër të trefisht mund ta ketë kryer vetë Marcela. Do përballen nënë e bijtë ditën e sotme në këtë studio, prandaj na ndiqni sepse na duhet edhe ndihma juaj për gjithë ata që po më ndjekin dhe janë dëshmitar të ngjarjes, të cilët flasin dhe nuk e dim nëse dëshminë e tyre e kanë dhënë edhe në policinë e Korçës, mbasi ka shumë pikë pyetje që ngrihen mbi këtë ngjarje se kush e ka kryer krimin e trefisht. Me mua në studio zonja Mimoza Gremi. Përshëndetje, mirë se erdhe. Mirëmëngjes. Unë të falenderoj që je në këtë studio, sepse pas pak orësh ti nisesh për në Itali, vend ku jeton prej shumë vitesh, apo jo? 18 vjet. 18 vite. Do flasim gjëre gjatë për historinë e familjes tuaj, por për dhënë edhe një suport dhe për të folur pikërisht për atë çfarë ka ndodhur në jetën tënde dhe të Marcelës, vajzës tuaj të vetme. Ti nuk ke fëmijë tjetër, apo jo? Jeni 44 vjeç dhe Marcela është 24, jo 22 siç flitet në media, apo jo? Mirë. Zonja Teuta Çervanaku, ushtezja e Marcelës, përshëndetje, mirë se erdhe në studion e emisionit Me Zemër të Hapur. Do doja edhe një mendim nga ju si teze, sa u shokuat për ngjarjen dhe që protagoniste ishte mbesa juaj? Ngjarja shumë na ka tronditur. E mësuat nëpërmjet medias? E mësova nga motra, më merr motra të hënën në ora 9:30. Më thot që çka ngjajtur në Shqipëri, thot. Ke parë gjë? I thash, jo, s'di asgjë, se jam në punë, nuk di gjë. Më thot, ka ndodhur një gjë e papritur në Shqipëri, thot, një tronditse e madhe. Qa është bërë, më i thashun? Më thot, burri i Seldës, thot, se kështu i flasim shkurt, ka vra 2 fëmijë, thot, dhe veten 3, thot. Aty një coper ndonja e tulitur se nuk kisha gojë të flisje se çfarë ishte bërë, i thash nuk di gjë. Prandaj kush ta ka thënë këtë fjalë? Kur ishte hera e fundit që e ke takuar Marcelën? Në gusht. Në gushtin e kaluar? Në fund të gushtit vitit 2015. Po, 15-ën. Ka ardhur në Italia motra, edhe më merr motra në telefon, më thot që motrë unë do vi, po do të vi dhe çupa ime, ti do që të vi çupa ime të shtëpia të u? Si nuk dua, thashun, më të vi, thashun. Prej sa vitesh nuk e kishe parë Marcelën? Kisha 5 vjetë. 5 vite që nuk e kishe parë? 5 vjetë. Po, do të ndalojmë pas pak, se më duhet të ndaloj tek zonja Mimoza, ju si morët vesh lajmin? Unë e mora vesh me anë të ish kunatit tim, isha në punë tek një grua, që vete pastroi 2 shtëpi ditë më ditë, nga e hena deri të shtunën. Kështu që pata të punoja, sa zura punën me dorë se e dëgjoja që binte telefoni im, po nga fshesa me korrent që përdor, nuk dëgjohej telefoni. Thashun se gjithmonë, sa herë që shkoj në punë, kur merr fshesën e korrentit me dorë, do biri telefoni patjetër. Zonja Mimoz, pra ju ka lajmëruar kunati juaj? Ish kunatim. Çfarë mendove në ato momente? Pra xhaxha i Marcelës të ka lajmëruar? Po, xhaxha i Marcelës. Në fillim më tha mua që more gjë vesh ande nga Shqipëria. Në i thashë jo, i thashë ku di gjë, se unë vetëm me motrën lidhem. Më tha mua, nëre vesh nga Nauni, se më niste gjithmonë vetëm mesazhe me Messenger pasaj. I thashë nuk di gjë, i thashë qa ka bërë? Se kishin që grindje. Më tha mua, Nauni ka varur vetën, tha. Fillova unë, o i shkreti po qaja. Mbas pak më tha mua, o po lere atë, thej, po ka vrarë edhe 2 fëmijë, tha. Kër më tha edhe 2 fëmijët, unë nuk pjota me se isha vetëm këja e shtëpia, kisha qelset të shtëpis. Mirja telefonat të zonjën e shtëpis nuk ma hapte, se edhe ajo kish punë, nuk hapte do telefoni, nuk dhja se qarë të bëja në atë moment.
Pra të tronditi shumë kjo ngjarje, për cilën ne do flasim vetëm pas pak, sepse në lidhje të drejt për drejt telefonike kam protagonistën e kësaj ngjarje, Marsela Toshi, flet për herë të parë në një media televizive, pikërisht për ngjarjen makabre dhe për dyshimet që kanë familjarët e Naumit 41 vjeçarit, të cilat ditën e djeshme i kemi dëgjuar drejt për së drejti nga kjo studio. Përshëndetje Marsela. Marsel, përshëndetje. Marsela. Marsel. Është kaputur kjo lidhje telefonike drejt për drejt. Megjithatë në kufje më vinin të qarat e Marselës, shpresoj që Marsela të mbledhi veten dhe të jetë në një ballafaqim të drejt për drejt me akuzat e familjes së 41 vjeçarit, por edhe në mbështetje të këtyre akuzave ka dalë edhe nëna e saj biologjike. Me mua në studio, përballë jush dhe në krahun tim, zonja Nexhmie Beqiri, avokate, përshëndetje, mirë se erdhe në këtë studio, tepër aktive dhe jo prezente në këtë studio, por aktive në rrjetin tonë social, në emisionin Me Zemër të Hapur, në lidhje me gjithë dyshimet e tua si juriste, por si grua edhe si nëmë dhe si aktiviste e shoqërisë civile. Më thuaj pak, si e prite kur bëri ndërhyrjen telefonike dhe zonja Mimoz? Unë e shikoj që është një gjë shumë e rëndë dhe gjithë opinioni shqiptarës shokuar. Vrasja si krim ka ekzistuar që në kohën e Abelit dhe Kainit. Ti uroj mirëseardhjen dhe Marselës, sepse më duhet ta kem gjatë gjithë kohës në lidhje telefonike. Marsela, përshëndetje. Përshëndetje. Shikoj që jeni shumë e tronditur, unë të shpreh ngushëllime të drejtë për drejta për humbjen e bashortit, por edhe 2 djemve të tu. Si është gjendja jote në këtë moment e Marsel? Jemi gati për të folur për gjithë shka sot? Çfarë të flas unë? Mua ka unë për 2 fëmijë të dalin dhe më bëjnë legjenda aty janë. Çfarë të them unë? Ta se kuptojnë se të mbajtë 2 fëmijë dhe ma akuzojnë tjetra. Si del ajo, nena, ashtë nena jo që del atyjan, që unë i luta, i përgjirova, që të më tërgon të 50 euro se s'kisha miell të aja, nuk kisha buk të bëja miell, edhe nuk më kthevi përgjigje. Ju luta të më mishte në Itali të vija të punoja, nuk më kthevi përgjigje. Tani më dele dhe përpem përrava me mbret atyjan. Fillimisht kanë qenë familjarë të Vjeri dhe nipi i bashortit tënd, i të ndjerit që të kanë akuzuar ditën e djeshme në studion e emisionit Me Zemër të Hapur Marsel. Ne do flasim zemër vetëm pas pak. Si ka mundësi unë të vrasë fëmijët e një kur një bërë të tërë për ata i bërë. Marsela, ku ke qenë të dielën duke u gdhirë dita e hënë, 4 dhjetor duke u gdhirë 5 dhjetori? Marsel. Unë ka marrë dhe nuk e ditë qërë date ka qenë. Do më dhe natë që ndodhi që unë kam qenë në një makinë me një familje dhe prej 4 pjestarës, duke i ku për Zelanit që të reja trenin për nasin, dhe nuk ka mundësi unë tjerë në 2 vetë, nuk ka mundësi të bëj një gjetë të si mund të varu një burë, kërë mëra i më rritë 24 orë, si ta varu në atë burë. Si do të varu, me qërë me ta jemi me kemë në tokë, jemi me kemë tokë. Marsela, po më deklaron drejt për së drejti që ti ke qenë e dhunuar nga Naumi? Dhe mjeni si kam bërë këtu në Greqi para disa vite dhe para 3 viteve. Ke qenë e dhunuar? E bëra dhe në policinë shqiptare që të ndodhë të kjo. Unë kam vletur me fëmijë për jashtë një ditë, me 2 fëmijë vegil, unë kam vletur jashtë në korë. Ke bërë denoncim? Mua më zirë nga shtëpia, dhe ditë që shkova të bëja minisin në policinë shqiptare, mua më zërë i pasë. Në më zërëja do të mea. Të vizër mi ka fletur mërdhej, atë ditë që unë shkova në policinë, në danë ka fletur mërdhej. Vija punoja gjithë natën, vija në orën 5 haja druf, lija në mërdhej. Ngrita në orën 7 prapë regular fëmijët e mi. Edhe tani unë gjithë belanë. Unë më basë fëmijët e mi që i bëra të tëra i bëra për ata. Ajo nën ka goje fletën, akoma ku mua më lapë 5 vjetë, më ka vënë 200 euro për 24 vjetë.
Marcela. Ju përgjërova, i shkojta mesazh të përgjëroj, më dërgo 50 euro të bëj një fest me mjell. Edhe nuk e savi topin. Edhe tani më dele më dhënë për ralla mua. Që unë nuk po vletës gjunatën. Marcela, le të mos merremi me nënën tuaj, të merremi dhe të fokusohemi tek ngjarja e dashur. Marcela, si e mësove ngjarjen dhe krimin e trefisht që ka ndodhur? Si e mësova nga interneti, mësova fillim vetëm për burrin. Më pas në metro janë në gjithçka metro kam mësuar për fëmijët, nuk pren kanë. Nuk më lanë as me psikose, nuk i besoja syve. Ma ojshë në internetin, kam iku në një parking, kam zi greku nga karike, i kam dhe në hap internetin. Marcel, le të ndalojmë pak tek ngjarja e rëndë, paktën tek pohimet e tua në polici me njerë mbas ngjarjes, mbas mbërritjes tënde në Shqipëri dhe mos pjesëmarrjen tënde në varrim. Në polici keni deklaruar që me Naumin keni pasur marrëdhënie të mira dhe nuk të ka dhunuar asnjëherë. Është ky prenoncimi jot në policinë e Korçës, të lutem? Unë kam bërë një deklarat para se të më ndoshte kjo që mua burri më refën më nxjerr nga shtëpia bashkë me fëmijët. Kur përpara? Edhe në Greqi ka një denoncim të këtill. Këtu. E ka pohuar në fakt edhe vjerri yt ditën e djeshme në këtë studio. Megjithatë, Naumi nuk është dënuar për këtë gjë. Në mëngjes vinte nga pula tikte pastaj, vinte në drek ikte nga pula tikte. Kush i di hallet e mia? Unë dilja për jashtë, dilja gëzuar mos di ta deri hallet e mia. Marcela, burimet e policisë së Korçës deklarojnë që ju jeni rikthyer mbas krimit dhe keni deklaruar që nuk të ka dhunuar asnjëherë Naumi. Rikthyer, mikë fëmijët e mi. Po pikërisht në prenoncimin tënd përballë uniformave blu, mbas krimit keni deklaruar që nuk keni pasur konflikte me Naumin. Tani, a thotë të vërtetën policia e Korçës apo po thoni ju të vërtetën? Unë jam lutur të më jap fëmijët. Jam lutur të më jap atë deklaratën që unë i lejoj fëmijët të ikin. Atëherë, ju jeni larguar për herë të parë në Greqi kohët e fundit me 19 nëntor në mos gaboj, apo jo? Dhe keni shkruar dhe keni... Çfarë të bëja unë gjithë tjetër? Punë nuk kisha, kërkova 8/8. Çfarë të bëja unë? Ai nuk punonte, nuk do të punonte. Dil më ka burr, të thot burri hap kamët, i shko puno hap kamët, se ke 3 kohë për të mbajtur. Nëna nuk më gjeti një punë, atë stavi topin i. Babaj më keq akoma. Çfarë të bëja? Vetëm e di që më ngeli ishte kjo. Marcel, më dëgjoj pak, nëpërmjet sistemit Teams... Si kam unë 2 muaj? Atëherë të lutem, Marcel, nëpërmjet sistemit Teams, natën e 4 dhjetorit, duke u gdhir 5 dhjetor ku është kryer edhe krimi makabër, rreth orës 01 sipas ekspertizës, rreth orës 02 të mëngjesit ke kaluar në pikën kufitare, ke qëndruar 3 orë dhe je rikthyer në orën 05. Mund të më flasësh pak çfarë ke dashur në orën 2 të natës? Mbaj mend që kam ikur në orën 4 që nga Korça. Në orën 4. Kur kishe mbritur në Korçë? Kur kishe mbritur në Korçë? Sa orë përpara kishe mbritur në Korçë? Ke ikur në orën nga Korça në orën 4. Në orën 3, po pse erdhe? Pse erdhe atë natë? Erdha për të takuar fëmijët, për të dhënë 50 euro që kisha. I takove fëmijët atë natë, Marcel? Marcel, i takove fëmijët? I takove fëmijët? U takova me fëmijët. Edhe bileta ditë më nxori prej krau, jashtë nuk vilija si për çfarë boja akoma. Atëri Marcela, në çfarë ore ke mbërritur në banesë për takuar fëmijët dhe i ke takuar ata? Diku nga ora 2:30 ka qenë drekës. 2:30 drekës? Po, Je edhe sigur? nuk kanë dendur as gjysmë orë si nuk më ka zënë aty brenda. Të më nxori prej krau. Dhe pastaj kur je larguar? Pastaj ika direkt mora plashka që kisha në hotel, shkova ika me makinë në rastësie, kam ikur në Dogan. Po, çfarë ore? Në orën 5 më duket se kam qenë në Dogan, nuk mbaj mendore. 5 mbas dite? Dhe në orën 12 më duhet mirja, në 12 natës më duhet mirja trening për në Afin. Në 5 mbas dite ke qenë në pikën kufitare, të lutem Marcela, më dëgjoj pak, se është shumë e rëndësishme dëshmia që ju jepni. Pra në 5 mbas dite ke qenë
në pikën kufitare? Unë kam qenë në dogan orën 5. 5 mbas dite? Po. Pra, ke ardhur rreth orës 13, mund themi, rreth orës 1 të mesditës, të drekës, dhe e larguar në 5 mbas dite, apo jo? Prit, kam ardhur në orën 2-3 të mëngjesit. 2-3 të mëngjesit. Po. Oke. Shkolla u ngrita nga gjumë, ma në që u ngrita nga gjumë gjona 2 e saj, drekës. Po. Edhe 3 kam dalë nga shtëpia, diçka e tillë. Po. 2:30, 3 kam dalë nga shtëpia. Të lutem Marsela. Kam ikur larg, aty e mora hotelin aty pranë, në 3 kënd që e kam marrë hotelin. Kam ikur me një vrit të takoja fëmijët e mi. Po. Çfarë ndodhi në Nuk shtëpi? më zuja gjysë moshë, nuk më zuja se i përqamu e puta. Ju lutët mi të deklaratë që më t'i një fëmijët e mi. Si që kam 5 mundë që i lutë. Nuk me më zori nga kratë, më mërkasi nga kjo, më zori jashtë, më bërë dhe derën. Kisa shashtë me ja ika, mora plash ka direktën e ika. Marsela. Aty kam kapu prap makina, së si për t'i këllëndan dhe bilet kam iku në kam. Ke qënë vetëm apo e shoqëruar, Marsel? Të lutem, më dëgjo, ke qënë vetëm apo e shoqëruar? Kam qenë në kam. Ke qënë vetëm? Po, kam qenë në kam dhe. Policia që ishte ndodhës atje, më ka bërë një kontrol në rutinë, për gjarat që kina në vente, atë një qanë të vodkës, për punë në rutinë, e ka më dhanë nuk e di. Edhe kanë më ka lëshuar, e kam iku me një familje nga bili ishti më duket, kise 2 fëmijë, i soqi dhe i soqa. Po, ndalojmë pak çfarë ndodhi midis teje dhe Naumit, ke kërkuar vetëm djalin e madh, apo i ke kërkuar të 2 fëmijët? Të lutem Marsela, të lutem më ndiq edhe mua nëpërmjet telefonit të bëj disa pyetje për të kuptuar edhe teleshikuesi opinionin mbar publik që di një version tjetër të historisë dhe ditën e sotme po hedhim dritë mbi ngjarjen sipas versionit tënd. E dashur, a ditë që ke mbërritur në familje, ka pasur grindje thonë fqinjët midis teje dhe Naumit. Është e vërtetë? Nuk ka pas grindje, pjesë më ngriti zerin. Pjesë më ngriti zerin, kaq. Nuk ka pas grindje. Po, i ke kërkuar të 2 djemt apo vetëm djalin e madh? Të 2 i kërkova dhe me parë. Po të parë të pasaj dashmije vetëm të marë, se kam të timin, i thështë. Po dhe dhe uke kam të tim. Po të parë të mua më ka vetëm i dashmi që a kem dhe me ti. Marsela. Që këtër muaj, të zvoj që i kërkoj atë drejtë, letë, që t'i kaloja nga të dhana. Marsela. Edhe më këtën që unë nuk t'i hapë mja, ti që të hapë gjyqë, aty që të t'i hapë gjykata, ta bëzë Allah, ta kishë Allah. Marsel, do doja të dija edhe diçka tjetër në lidhje me gjithë këtë ngjarje të rëndë, nuk e di se sa e përballon do të gjithë këtë lidhje të drejtë për drejtë telefonike, do ta bëjmë të lutem edhe një herë në formë bashkëbisedimi për të hedhur dritë mbi gjithçka që mbetet e errët tashmë, akuzat vinë kundrejt teje, por megjithatë policia e Korçës është shprehur për një krim që 41 vjeçari bashorti juaj ka bërë ndaj 2 fëmijëve tuaj dhe më pas është vetë vrarë. Marsela. Pra ju deklaroni që gjithmonë jeni dhunuar nga ana e 41 vjeçarit Naumit? Unë vije ikja në orën 9 në punë, edhe vija në orën 5. Me çfarë punë merreni konkretisht? Të lutem, me çfarë punë merresh? Edhe vija dhe në mërdhe. Marsela, me çfarë punë merresh? Të lutem. Marsel? Unë punoja kamariere, pastaj punoja natën. Punoje kamariere natën? Dhe kam ikë me vullnetin e ti dhe ku më ka nesi nga puna që unë bëra një deklaratë dhe shkovi puna dhe politi. Mua më ka thënë shko, soj dhe një prodaj të marri, kemi vajtë bashkë. Marsela, edhe diçka tjetër, kush nuk të lejoj të marrësh pjesë në varrimin e fëmijëve të tu? Me sa mora vesh babaj nuk donë të kam për t'ja falë kurë, se edhe vesh 5 dhe që ka e një tjetë për të fundit të spitë e vi. Marsela, babaj jëtë nuk ka dashur që ti të marrësh pjesë në varrim? Kështu më kanë thënë. Kush ta ka thënë? Policia. Policia. Ka qenë policia që është shprehur që mos marrësh pjesë në varrimin e fëmijëve. Sa e vështirë ishte për ty? Marsel, sa e vështirë ishte për ty zemër? Marsel?
Po shumë të e që Mirë, do mundohemi në këto momente të kemi një qetësim për Marcelën. Kuptohet që gjendja e saj është rënduar nga ana psikologjike, e prisni më të fortë në fakt në bazë. Unë të mbrisë plagë dhe ju me hapë në koma. Marcela duhej e dashur sepse janë hedhur shumë akuza mbi ty, duhet të dëshmoje vetë drejt për së drejti. Çfarë akuza si dhe di mua? Babai i divorcuar nga nëna janë kanë në tokë ta njerëz, sa janë me kanë në tokë që rinë flasin. Kush vetë ajo nënës ajo që më la 5 vjeç, s'kisha bukta aja mirë se s'puqë për ditë dhe ajo ante për zolla bashkë me babain. Prizën janë këta. Marcela, ditën e djeshme vjerri juaj ka deklaruar që keni gjënë në gjendje të mirë ekonomike. Një paltuta kisha dhe këta rini për shatë paqemi. Marcela, vjerri juaj ka deklaruar ditën e djeshme që keni qenë në gjendje të mirë ekonomike, çfarë e pohon edhe nëna juaj në këtë studio. Kush e ka thënë këtë drejtë? Kush ne kemi Facebook të amo? Kush e ka thënë? Kush e ka thënë? Ato sa kisha ato në emrin e vetë i bënte vetëm cigare, nga 3.500 lekë cigare. Marcela, ndërkohë që kanë folur, Marcel, kanë folur edhe mësuesit e fëmijëve të tu. E ti unë se ku pikon që atia jote. E ti unë se ku pikon që atia jote shpi. Marcel, në fakt mësuesit kanë deklaruar që ka qenë umi, ai që kujdese për fëmijët. Tu kemi arë vetëm me 20 euro. Anim buk në kunata. Të s'kishim. Mirë, Marcel, të lutem duhet që të cohesh në këto momente të bësh e fort, thash edhe njerë që opinioni publik është kurështar të di edhe versionin simbas historisë tënde, e di që është shumë herët, aq më tepër që nuk e marr pjesë as në varrimin e fëmijëve të tu, megjithatë ka qenë dëshira jote për të qenë drejt për së drejti në këtë studio. Vazhdon të qëndron në lidhje telefonike, dikush nga stafi të kujdeset edhe për Marcelën, do rikthehemi vetëm pas pak, por dua të prezantoj edhe psikologen Angela Peza. Angela, përshëndetje. Përshëndetje, mirë se u gjeta. Besoj se ishte e domosdoshme dhe ndërhyrja telefonike e Marcelës, apo jo? Pa tjetër, duhet të dëgjojmë të dy palët, ashtu se kurse gjyshi babaj, gjyshi fëmijëve babaj i Naumit ishte dje prezent në studio dhe dha versionin e tij, ne duhet që dëgjojmë edhe Marcelën dhe të hedhë dritë mbi ngjarjen dhe të shpjegojë më mirë se çfarë ka ndodhur në këtë fatkeqësi kaq të madhe në një familje siç ishte familja Toshi. Besoj se është e justifikuar edhe gjendja në cilën ajo nuk e përballonte dot edhe lidhjen telefonike. Ka disa gjëra që u qartësuan më shumë. Marcela në lidhjen telefonike foli më së shumti për marrëdhënien e saj me nënën dhe problematikën që kishin pasur herët që nga divorci i zonjës Mimoza dhe si ka vijuar e gjitha kjo më pas. Ka një zemërim dhe një mëllëf të akumuluar për gjithë këto vite kundrejt nënës. Të falenderoj, Angji, miqtë e mi, ndjekim një hapësirë publicitare, rikthehemi pas pak, mos u largoni sepse ende nuk ka folur nëna e Marcelës, ka shumë për treguar, jo vetëm për jetën e saj, por edhe për jetën e Marcelës. Miqtë e mi, jemi rikthyer përsëri në transmetim të drejt për drejt në studion e emisionit Me Zemër të Hapur, po flasim për krimin makabër të Korçës ndodhur me datën 5 dhjetor të hënën e kaluar, në lidhje të drejt për drejt telefonike për herë të parë ka thyer heshtje 24 vjeçarja Marcela Toshi përballë akuzave të familjarëve të Naumit, të cilët i kishim të ftuar ditën e djeshme në këtë studio, akuza të cilës i është bashkuar dhe nëna biologjike e vet Marcelës. Pas pak do lidhemi edhe me familjarët e saj, me njerëzit që kanë rritur, me gjyshen, babain dhe njerëkën. Do flasim pas pak për gjitha këto raporte, vetëm më duhet të lidhem përsëri me Marcelën. Marcel, më dëgjon e dashur? Po të gjaj. Atëherë, vetëm të lutem mbyllë zërin e televizorit, më ndiq vetëm nëpërmjet telefonit, të sqarojmë përballë publikut, të jemi transparent. Si e njohur me Naumin e dashur? Po. Si e njohur me Naumin? Përpara sa kohësh dhe ku? Para 7 viteve jam njohur. Ti vije nga një... Kisha një lidhje me një tjetër, ai më keqtrajton të më mbyll të brenda, sa dhe fëmin e kam rritur mbyllur me 4 mureve, jam rrau me fëmin në krah, edhe babai më dele thot që ka ikur dhe nga një tjetër, unë ika nga halli se i kisha trupi me të nxira e kisha nga i tjetëri. Kërkova babai, nuk kisha gji, kërkova babai 2 lekë, i kërkova e në dytë, i kërkova 10 euro, dhe më ka thënë që po pëse unë fëmine e tjetëri do ushes do bëjmë prokopi kështu. Ku detyrova të martosha. Po, si e njohë Naumin? Ku e njohë? Kërë babai. Po,
Ku e njojë Naumin, Marcel? Naumi më ka marrë astësisht në telefon një ditë shtune. Po. Atë ishte i vetë një person që u qaja halë, dhe që thosha që më rej më bëjnë njerën tjetën dhe i kam kërkuar që të më ndimoj atë ditë që unë të ikja me fëmijën, të ikja nga ajo shpive, kam maratitu nga ajo shpia ditë e bashkë me fëmijën në krah dhe më ka dalë na unë, më ka marrë në shpinë e vetë 2 ditë. Bas 2 ditë e kanë ardhur prindrit atje dhe më kanë marrë, edhe dojë që t'i shkopusa me na unë, mi po babaj më thashë të gjaj që nuk do u shef vitet tjetërit dhe që që bartova vete. Po. Ndërkohë, qëfar baba ishte Naumi për 2 fëmijët e tu? Super gjestra, për të tjera babori, kështë marrë për të gjë në rrugë që i bora veç në fund, ku i pranovi dhe veç sa buaj. Bora veç që ka dhe një fëmi tjetër, me një greke, nuk ma lakë të drejt prapë që ta dhja, asë njëri nuk ma tregovi, e dini 4 vejta të tjerë dhe nuk pa tregovi njeri. Pra, Naumi ka një fëmi tjetër të lindur me një shtetase greke. Bora veç që ta konte më qyër azi. Qasin e fundit e mora tani që ta konte dhe më shyer azi. Marcela, pra, Naumi ndjerë ka një fëmi jashtë martese, thoni ju, me një shtetase greke. Po, po, që nuk ma la të drejtën ta dhja, që më zillim. Po, Marcela, qëfar baba ishte Naumi për 2 fëmijët e tu? Si silleja i me fëmijët? I bërtiste, në një mytë dhe mua friku, kur i bërtiste, nuk kështë e kujdese, unë isha, nene ba për ata, unë isha. Të dhe për shdoj gjetë për spital njerën tjetërën, unë isha. Të kuptoj. Ta dhe njerën të zhirukë, s'ke burë apo s'ke burë. Marcela e dashur, prindrit e tu kanë 18 vite të divorcuar, me gjitha të, si nga ana babajt, ashtu edhe nga ana nënës? Te pasë nuk ditën të amajnë. Bëjnë fëmi kote dhe dalin edhe pa të gjenë kura e dalim atë të ratë rëthona shtu janë. Nuk kam pik turë të panë të. Marcela, të ndalojmë pak tek marrëdhënia jote me Naumin, ju thoni që vazhdimisht ai kishte qëllime të tjera kundrejt jush, ju kishte marrë për të tjera qëllime, para sa kohësh e mësuat faktin që ai kërkonte t'ju përdorte për prostitucion. Kur kisha fëmijë 2 vjeç, i ka marrë vesh këto gjatë. Ja u tha hapur, si ja u komunikoj, për çfarë ju donte? Për të nxjerrë në rrugë për të punuar për ta. E pranovi veve që nuk e besoja së gjë, për fëmijën e besova, po për ta nuk e besova. Ma pranovi veve, po, sa unë për atë punë të mora. Po. Edhe për fëmijën më mbas, me pranovi që unë kam një fëmijë me një tjetër. Marcela, përse u kthyet nga Greqia në Shqipëri juve? Përse u kthyet? Kush ishte motivi? Nuk kishte punë. Kupton, kishim gjithë ato niqo pa paguar, ujë, drita. Kishim vetëm 200 euro, morëm 100 euro, morëm gjerë ato që na dushin. Prem biletat 20 euro kishim gjetë. Kemi ardhur në Shqipëri me 20 euro. Kurse tha që unë s'kisha nevojë ekonomike, kurse tha që unë e fëmijët e mi kemi ngrënë 2 ditë makarona, pa kripe, pa vaj, si po dërgonte lekë, kur ishte në Greqi. 2 ditë i kam tu nga funate male, dolëm gjëra si përzire dhe i qova tani buka nderën. Marcel, sa ko që ndruat në Korçë? Dhe më pas vendosët të largoshit përsëri në Greqi? Sa ko që ndruat në Korçë? Po ku ndohi tani këtë e fundit, sa kishte 6 ditë kisha larguar. 6 ditë kishte larguar, po. Tani me në mesifër nuk e mund kete 7 ditë, mund kishte 7 ditë. Po, ndërkohë si u larguat? U larguat me miratimin e Naumit, apo pa miratimin e ti? Sepse më kërkovi që unë të punoja me lek. Unë ku të punoj me lek në Korçë? Të dilja të ma boni me gjisë të tjerës. I thash, punën nuk ka, kërkova tep më tep. Unë dilja 2 orë për punë dhe po dilja më shumë se 2 orë unë aja dru në shpinaj që vonasha. Vija në një frymë në shpi. Punën nuk kisha. Do një lekë nuk kisha. Babaj më keq mos ta them. Mamaja më keq akoma se do ndosë gojën kotë. Ai nuk punon të leka s'kisha. Qarë të bëja unë tjetër? Të vija të atja kemët me lekë. Marcela, po. Se kjo është e në mënyrë, dhe më ka dhe në do të ikë. Këtu s'ke për të shkelu me. Ta këtu kanë të drejtë do shkelja më gruaja jote.
Po. Marcela, si ka mundësi që Naomi Ndjer ka një popularitet dhe një opinion të mirë tek prindrit e tu, të cilët janë të divorcuar tek familjarët e tij dhe tek qytetarët e Korçës? Mund të më thuash pak? Ka të thamura. Përse e gëzon një popularitet të mirë, Naomi, askush nuk e njeh me këto fjalë që ti drejtohesh sot. Urdhë? Atëherë, Marcel, ka një opinion të mirë, mund të më thuash pse ky opinion i mirë për atë? Që ti sot po e qua një përbindësh nga gjithë gjërat që deklarove në këtë studio? Sa i njoh unë, nuk i njeh pasi as 5 minuta, njeriu nuk njeh me 5 minuta. Njeriu njeh vetë atje ku babai im i tha nipi të vet, se fëmijën e tjetri do ushqej unë me qumësh. Kështu do bëjmë prokopi. Çfarë të veja, do martosa. Po kuptoj. Atëherë, Ky është baba, ky është prindër, unë haja miell të skuqur për natë, për ditë dhe baba im hajde për zolla, ngriqi. po. Nuk kisha një pal mbasje të vishja, 14 vjeç gocë, nuk kisha një pal mbasje. Kuptoj. Vija me tuta, me andra, me çantë të shqepur 2 vjeçare në shkollë. Shpresojmë të bëjmë një lidhje të drejtë për drejtë telefonike në këto ballafaqim në studion e emisionit Me Zemër të Hapur, të më ndihmojë regjia në këto momente, të fusim në lidhje telefonike paralel Marcelën, e cila vazhdon të qëndroj, por edhe babain e saj me gjitha këto akuza. Atëherë, flasim me zonjën Mimoza. Mimoz, sa i vërtet ishte Marcela në gjithë shka që pohoj drejt për së drejtë në këtë studio, se vazhdimisht nëpërmjet planeve të regjisë, kuptoja që nuk isha as pak dakord me të. Jo, as në një mënyrë nuk jam dakord. As për ishburin tuaj, as për Naomin Ndjer. Jo, ishburi im e donte shumë. Edhe ai kur nuk i thoshte këto gjëra siç i thot ajo. As Naomi që ta përdorte. Se nuk më vinë ato fjalët lafe, se më vinë vetëm ato italisht edhe kështu që. Nuk e përdorte asnjëherë. Në asnjë mënyrë. Kam qenë jo në gjendje të mirë ekonomike, çfarë u mohua dje, por asnjë çikë nuk i mungonte asnjë gjë. Edhe biles. Pra, kanë qenë në gjendje të mirë ekonomike, thoni ju? Mirë. Tash ndërsa ke të hash, të pish, burri nuk të thot gjë, ik në punë, ik kështu. Zote Andrea Vjerri Marcelës ditën e djeshme tha që kanë pasur edhe një llogari bankare. Ka. Ma ka thënë edhe vetë ajo më që flet në telefon tashti. Edhe vetë ajo ma ka thënë. Atëherë e pyesi Marcelën, po? Kur ka ardhur tek Tezja, ajo tallesh me neve. Thoshi, qa jeni juve këta njerës kështu kur erdhi në shtator, në gusht, kur erdhi tek motra? Në vitin e kaluar. Po. Tallesh me neve. Edhe unë, si jem meseja, jo thot unë haja petla dhe bia poshtë, haja makaroni pa vaj, unë as ato nuk i haja misra zjerë, në do ta dija jo, edhe një pal pantalona nuk i vishan kem, po i kja zbasur. Edhe nuk bëj si pune aseja. A e ka nga pa punësia, se nuk ka punuar në herë jetën e sej, edhe nuk do ta di se kush është puna. Kur më ka kërkojtur Marcela mua, lek, para se të dodhësh kjo gjë, kur më ka kërkojtur me anë të mesangjerit, unë e kam marrë në telefon, kam marrë makinën time, kam shkuar tek një ikës tjetër se nuk kisham lek në telefon që të merja, kam vajtu tek një fabrik ku vete njën ka që pastroj, kam marrë në telefon zonjën Marcel të numrin a unit, se më kërkoj 300 euro, për të blesh syze për qunin e math. Kam vajtur atije, e kam marrë në telefon, edhe zonja nuk donte që të fliste, thoshte nuk është mamaja për të folu me mua. Ja kam nisu lekët. I thashte, dëgjove këtu, thash unë na unë qatë bëj tyja unë. Pse? Vetëm a i na unë më ka folur. As njëherë mos i e plek, se ja mund këtu. I thash, ja kërkove burit, lekët, ke burë. Mos i kërko as babajt, as nenës. Kur a i të thot, me gojën e tia, që nuk kam, unë po i heq nga goja ime, edhe po ja jap. Nga goja ime, se unë sërë se jam në një zëngjina ndër, edhe kush e di. Çfarë marrëdhënie ke me babajnë e Marcelës, me ishburin tënd? Unë kur e kam takuar, e kam folur. Aja ti e që e rasti që e takova. Se s'më ka lidh puna.
Pra, kur Marcela lindi djalin e dytë, nga martesa me Naumin, ju keni vajtur në Greqi? Vajta në Greqi. Po, çfarë ndodhi aty? Gjetë edhe ish bashortin tënë babajin e Marcelës? Ishte edhe ai, ishte edhe burri Marcelës, që të dy. Si ishte atmosfera? Si ishte lidhja Marcelës me Naumin, por edhe me babajin? Se ti e dëgjove dhe akuzat që ka për nuk besoj asnjë nga ato që tha jo. Nuk e besoj. Asnjë çik. Se ai lloj njeriu nuk prekte me dorë fare. Fare. A i vdiste për fëmijët. Thoshte, hajde këtu të keqe babi. Edhe ajo i rrifte fëmijët, se kur i kam thënë unë çunave, kur kam vajtu në Korçë, kam marrë makinën direkt, kam shkuar në Korçë kur ishte këtu në shtator, e kam quar atje, doja të dija se si sillesh ajo me Naunin, e jo Nauni me atë. Se e pash që duhani kur unë nuk kam lek të ha bukun. Si mbas mendjes seja, unë nuk pi duhan me motër. Unë jam 18 vjetë në Itali që punoj, edhe njëherë duhanin në buzët nuk e kam ven. Her pas here më largohet nga lidhja telefonike Marcela, për shkak se nuk kërkon të dëgjoj ato që ju deklaroni, pse kjo marrëdhënie e ngurtë me të, për shkak të braktisjes që ti ke bërë asaj në moshë fare vogël. Se kur ajo bënte një gabim, unë i flisja. Sa herë, kur i bëri dënancimin në Greqia jo, burrit, unë i fola. Flasim gjithmonë për Naumin. Po. Përse ja bëri? Për dhunën që ka ushtruar Naumi? Jo, për çfarë e bëri? Se ajo kishte ikur me një X tjetër. Pra ju jeni të njëjtit version, pa pikë dhe pa presje në ndryshim të asaj çfarë ka deklaruar babai Naumit 17 vjeçari zoti Andrea Toshi ditën e sotme në këtë studio. Më ka marrë ai në telefon në orën 2 të natës, në 3 të Greqisë, ata një orë para, në 2 të natës, edhe më ka thënë kshu Marcela. Ka ikur, më tha mua. Pastaj të nesmen, zonja i kishte bërë denoncim. Jo për rrafje, jo as për gjë. Se ti ishte prashur, nuk e mirte në shtëpi prapë ai. Po më thuaj pak, për çfarë? Kush ishte qëllimi i këtij denoncimit në shtetin grek? Zoti Andrea tha dje që Marcela kishte deklaruar në polici, por policia kishte hetuar dhe nuk kishte vënë re shenja dhune tek Marcela. Më thuaj ti, kush ishte akuza që ngriti në policinë greke? Nuk e di pse kish ikur kjo me atë X-in tjetër. Po. Që pse ike? Mirë, do doja të bashkëbisedoja unë me Marcelën tashmë, nëna e saj është sqaruar. Marcel, më dëgjon? Besoj se nuk e pasur dëshirë ta dëgjosh nënën tënde, megjithatë ajo mbron çdo detaj që zoti Andrea Toshi ditën e djeshme ka deklaruar në studion e emisionit Me Zemër të Hapur. Të gjithë e njohin Naumin si babai përkushtuar, si një bashort i përkryer. Pas zotin babai përkushtuar. Pas zotin me këto babai përkushtuar. Po të themi që lënë dhe babë për ata fëmijë. Marcela, po, në policinë e Korçës, të lutem, më ndiq me vëmendje, në policinë e Korçës, ke denoncim për shkak të dhunës që Naumi ka ushtruar përballë teje? Ekzistojnë denoncimet? Ka, policia e Korçës ka, thoni ju. Ka më bërë një deklarat që mua mos të më zërme me dorë dhe nuk ka të drejtë më të më nxjerrë nga shtëpia. Kur ka ndodhur ky denoncim? Unë jam me ndjerimin e tij. Kur ka ndodhur ky denoncim? Marcel, mbani mend kur ka ndodhur? Nuk e marrë duhet ditë më përpara se unë tikja. Do me thonë në fillimi këtij nëndori, ke ikur me datën 19 nëndor, më duket nga shtëpia. Nuk më mend, ku kam ikë, e kam në pasaport të vullën. Grindja e fundit dhe ky denoncim që ke pasur përkundrejt të ndjerit, më thuaj pak, si rezultati një grindje, çfarë ndodhi atë ditë? Dhe më pas ti bëri denoncimin, u bë deklarata dhe u largove për Greqi. Sepse unë nuk flasë, unë nuk flisja do të një lasë në shtëpi, nuk e ngrija do të një zerin, të do aja dru. Vija të këra punë si punë e qenit, edhe vija në shtëpi, pëse më nështë atë 2 orë, nuk mund të gjeja punën. Pëse më nështë atë 2 orë, unë aja dru, jam rau para shkollës fëmijës tim, jam rau në mes të pazarit. Shkak ishte xhelozia, papunësia, varfria, mund të më thuash Marcel, kush ishte shkaku që rriheshe? Të tëra vim. Edhe unë, ku mendoj që s'kam lek në shtëpi, që i thash asaj nenës, asaj që është nenë, që i thënë, mos i thënë që nenë kurrë asaj njeriu.
Ju përgjërova për 50 euro, tash më dërgo 50 euro, se nuk kam një fes me një dua të blej. Atëherë, të lutem, ditën e djeshme... Vetëm kure me dojë që s'kisha gjë në shtëpi, mikë të truri. Po, Marcela, ditën e djeshme vjeri ytë në këtë studio ka deklaruar që ju keni pasur një llogari bankare në mos gaboj 3 milion apo 4 milion lekë të vjetra. Po, unë një llogari bankare, se të unë punova në Duani, dhe më duhet ajo llogari bankare. Punova si shkërdhati gjithë natë dhe aja drumë ngjesër dhe i futa lekën në bankë dhe alash burrit për fëmijët e mi. Marcel, ku jete këto para? Ku jete parat? Se ju thatë më përpara që nuk kishit para. Punova 2 javë me vullnetin e burrit. 2 javë në Duhan dhe ke grumbulluar 4 milion lekë të vjetra? Lekët në bankë dhe i dhashë dhe kodin edhe ika. Marcel, ke bunuar 2 javë në Duhan dhe fitove 4 milion lekë të vjetra? Urdo, 4 milion? Jo, ato janë të burrit ato, nuk janë të mijat. Ato ja ka lënë babai vetë, djali, ja ka lënë Andrea Tozi, ja ka lënë Naomi. Pra, keni qenë në gjendje të mirë ekonomike, Marcel. Ato i kishte vetëm në emrin e vetë, edhe unë nuk dja gjë fare se sa leka kishte, dja që ishin 7 milion gjithsej, punët tia se sa ishin, ato leka i gërë vetëm cigare drejt qitanë. Po mirë, kur të kërkon të para dhe të punonit dhe të sillet të ardhura në familje, duke qenë se kishte këto llogari bankare, pse nuk shpenzon të ato para? Se nuk donte. Unë si kërkoja do të llogari, se haja da jaku. Po, të kuptoj. Përpara se fale... Unë 50.000 lekë që unë mblolla, unë ja las një jolla në bankë, ja las, i dhash edhe kodin, i thash, këto mbaj për fëmijët një javë, sa të dërgoj unë do një lekë. Gjatë ditë bëra 50 euro erda, ja sola, takova dhe fëmijët, nuk i dovi, nuk i pranovi. Sa lek fitove gjatë punës tonë dhe 2 javë tek Duhani, sa lek fitove? Sa lek grumbullove? Dikun 30.000 lekë, sa 3 ditë punova. 3 ditë ke punova. Duhani, pra na ju hapa jo llogaria në bankare. Të kuptoj. Megjithatë, Marcel, përpara se unë të falenderoj për këtë lidhje të gjatë telefonike, thash edhe njërë ka qenë dëshira juaj për të sqaruar. Shumë mos më hapni më plakë. Të kuptoj. Jam bërë qasë e 2 tani, mos më vashu kota, akoma. Atëherë, kam një pyetje të drejt për drejt nga nëna juaj nga zonja Mimoza. Pse nuk ja keni hapur telefonin kur ajo të ka telefonuar? Nuk kam punë me njeri. Nuk e punë. Urdo? Pse nuk e keni hapur telefonin? Nuk kërkoni të komunikoni me të më? Unë kam kërkuar. I kam shkruajtur 5, i kam shkruajtur 4 mesazhe. Nuk donte. Nuk më kthej atë çantë tonë. Marcela, mesazhe, nuk kam apo thua. Marcela. Marcela. Të dëgjon, thuaja çfarë ke për të thënë. Kur unë të mora në telefon për të dhënë 300 euro për çunin e madh. Po. Mund t'ja thuash se na ndjek. 300 euro për çunin e madh për syt. Ti Nisa, pse nuk më hape telefoni, po i thoshe Naumit që nuk është nëna ime jo? Pse nuk doja të flisje me mua? Doja tipja numrin, sekret, të vjetin mire lekët. Shpresoj të ketë një përgjigje Marcela dhe për këtë thash nuk kërkon e shkëput her pas here lidhjen telefonike kur flisni ju, shpresoj që... Po e shkëput ajo se nuk... Megjithatë, unë shikoj edhe tezën që është gjithmonë në mbështetje të çdo fjale, zonja Teuta. Si ka mundësi ti ke ditur të gjitha këto probleme të... Unë në vjetë, kur e kam pasur në shtëpi, kam folur vetë me te. I kam thënë, ç'është bëni juve, 4 veta, pa një të ardhur në shtëpi. I kam folur unë. E më ka ardhur pa fëmijët në shtëpi. I thash, kujt ja ke lënë fëmijët, më bi? Ja kam lënë burrit. Pse sota burri nuk kujdesesh për fëmijët e vet? Ço 5 ditë që ndajnë tek unë, kush i mbajti këta fëmijë? Kush i mbajti? A i mbajti veta i? Edhe i kam folu, me t'i bi, 4 veta, juve në shpi, me qa ushqeni, kemi llogari bankare, mos të thot ajo që nëna ime nuk më dërgon të leke, s'kisha një thes me miell në shpi. Apo kam nga makarona pa vaj, këtë s'jam dakord. Kur vetë goja se e ka mohuar që unë kam llogari bankare, unë s'kam pse t'i kërkoj ndim, as nënës, as babajt, as dikuj tjetër. Se ma ka thënë goja se vetë, që kam llogari bankare. Po. Për qa sot në studio ajo që sot unë nuk kam pasur bukë të hanja. Mirë, ky është versioni Marcelës, ne duhet ta respektojmë ma ka deklaruar vetë në shtëpinë time. Pase kur s'ka pasur ajo duhan, ku i gjende që blinte ajo? Se unë po s'pata lek nuk blej duhan me motër. E do kujdesen vetë për ata fëmijët, dash për sëmundje, dash për të ngrënë, dash për të pi. Unë duhanin tim nuk e pi.
Kaloj tek paneli profesionistëve, është përsëri Marcela në lidhje të drejtë për drejtë telefonike. Nuk e di dy zonjat e nderuara kanë pyetje për Marcelën apo jo. Mund t'i drejtohesh Marcela, do flasësh me specialistët, me avokatën edhe me psikologën. Të lutem shumë. Tu përgjigje korrekte, të ndajta korrekte, po jo, unë nuk duroj të më pyetën ata. Tu pyeta për sa ishte për të pyetur. Po, kërkon të kthesh përgjigje? Je gatshme? Kërkon apo jo? Nuk kërkon. Dua unë të kthej përgjigje atë. Të ktheva përgjigje për shkak të detyrës së gazetare, të falenderoj që më morët në telefon. Faleminderit juve. Faleminderit, megjithatë Marcel mos mu largon nga lidhja, si mendon se do vijoj jeta jote tashmë? Edhe këtë pyetje të fundit dhe do largohemi. Për jetës tani. Po. Si do vijoj jeta jote? Me çfarë po merresh aktualisht? Po, me çfarë po merresh? Urdhë? Me çfarë po merresh aktualisht? Me çfarë? Aktualisht me asgjë po merrem. Po lutem, nuk kërkon të kthej përgjigje juve. Si mendon se do vijoj jeta juaj? Po vazhdoj jeta ime. Po, Angji, mund të më thuash pak të lutem Marcel, po. Nga 20 vite, unë të mendoj që do vazhdoj jeta ime. Po të flet psikologja në këto momente, është momenti për të bashkëbiseduar pak me të në të mirën tënde, po Angji, të lutem. Të jap ngushëllimet e drejtë për drejta për fatkeqësinë e fëmijëve dhe për gjithë të tragjedi që ndodhin familjen tënde para një jave, para 8 ditësh. Nuk i kam nëmbruar, nuk dua të nëmbroj. Uroj që gjeni forcat për të vazhduar më tej dhe që kjo ngjarje të zbardhe më mirë. Kisha një pyetje, ju mendoni se Naomi kishte arsye apo vuante nga probleme të shëndetit mendor që bëri këtë krim? Nuk e di. Ju e prisnit? Çfarë të prisja? Keni qenë ndonjëherë rrezikuar nga Naomi gjatë jetës që keni bërë me të? Kam parë ndonjë se unë po të kisha parë do t'i kisha marrë, do kisha flet jashtë. Si t'ka flet ashtu një ditë jashtë, rrugëve me fëmijët e mi do kisha flet prapë. Faleminderit. Faleminderit, mbaroj psikologja, në këto momente flete edhe avokatja dhe mbyllim së bashku Marcel, duke të falenderuar për te kushteve emocionale që je, të paktën ishe e gatshme ditën e sotme të ishe në këtë studio. Zonja Nixhi, mund t'i përgjigjesh. Marcela, së pari faleminderit që ke pranuar që të ndash, si thuash, mendimet e tua edhe në studio televizive. Të falenderoj për këtë. Nuk jam as pak dakord që të kam penguar të shikosh për herë të fundit 2 fëmijët e tu. Kjo nuk është njerëzore. Me masa sigurie nga policia, ju duhet kishit... Dhe më dori jashtë dhe më mbylli derën me lopë nga brenda, ta e di una. Marcela, të lutem, nuk po e them thjesht për juve, kur flasim këtu flasim për një interes më të madh shoqëror, do t'ishte shumë e arsyeshme me një kontroll të lartë me shoqërinë e forcave të policisë, të mund të ndaheshit ju për herë të fundit nga 2 fëmijët tuaj. Këtë nuk është quaj as pak njerëzore këtë gjë. Si ka mundësi të dorëzoheni i tash? Por, Marcela, të lutem, vetëse një gjë, këtu nuk bëjmë hetim, duhet jetë e qartë dhe për të gjithë shikuesit. Të lutem, nuk po bëjmë hetim këtu. Të mbys një burë, një mashkull që mua më rriqte. Të lutem edhe njëherë, që të bësh një hetim duhen shumë procese, shumë verifikime, shumë ballafaqime. Ne thjesht këtu trajtojmë ato gjëra që kanë interes shoqëror, në mënyrë që të mund të parandalojmë në raste të tilla, fenomene të tilla dhe krime kaq makabre. Unë thjesht doja të dija diçka nëse je dakord që të përgjigjesh. Atë ditë kur u ndave nga indjeri Naum, e mendoj që mund të bënte ai një veprim të tillë. Domethënë, si e mendon ti, cila ishte ajo arsye madhore? Se ti njeh më mirë nga afër, ke jetuar me të. Mund na thuash që nga sa ke njohur këto 4 vjet, mund ta bënte ai këtë? Fëmijët atë që do të lejë gjykata halal ta kesh. Kaq më tha. Si tha dhe një? Më tha edhe doja
Fjallimi fundit që më tha, i të hapë gjyqë që i kërkova fëmijët që kam këtuar 4 muaj luca pra të lesër në qelbur, i tha që më jetë fëmijët një tjetër dhe më tha, në do fëmijët, shko në gjykat, hapë gjyqë, atë që do të lejë gjykata, atë do marrë dhe Allah ta kesh. Po, ti mendon se a i kishe një dashurit të jashtëzakonshme dhe mund ta ketë bërë këtë nga dhimbja që ti do t'i meri fëmijët, nga fakti që ti u largove, nga fakti më dëgjoj pak dhe në fund të Arsela, se nuk e kam fjallën, në s'po të marrë në hetuesi, të lutem më kupto drejt. Thjesht dua të them, për ta kuptuar dhe ata që të ndjekin, ti e mendon që Nauni i vrau 2 fëmijë dhe veten, sepse nuk ishte dakord që u largove ti, se nuk ishte zgjedhur atë që duhet ishte gruaja e ti, se i dhim se shin shumë 2 fëmijët e ti që ja kishe lënë ti që a i të kujdeseshe për t'i rritur, se kishe një sedër shumë të madhe, sepse ndëronte një familje shumë solide, pra të lutem ti me perceptimin tënd, jo me timin, se unë do jap një opinion timin, në fund, por ti me perceptimin, me mendjen tënde, ti që ke qëndruar pranë atij, mund të thuash një fjalë shumë të sinqertë, që pse mund ta ketë bërë Nauni këtë gjë? Ti si e mendon, është tjetër gjë që s'do nxjerrë etusia, prokuroria dhe pastaj çdo vendos gjykata. Po ti si ajo që ke qëndruar pranë atij, që e mama e 2 fëmijëve me të cilët ai kishte ndarë shumë dashuri, shumë momente të vështira apo edhe të bukura. Çfarë të tha muna? Si e mendon, të lutem, mund ta thuash një fjalë? Çfarë të tha muna? Dija unë që do ta bënte këtë gjë, më lando një shenjë. Nuk i kalon shi. Nuk e ke menduar kur një gjë tillë. Nuk e ke menduar kur, Marcel, do doja dhe diçka të fundit, përmendë një proces gjyqësor pak më përpara. Pra, ju ishit drejt një divorci, kishit kërkuar të zgjidhni martesën, apo jo? Po, e vetmja gjë ajo ishte. E vetmja gjë. Mirë, Marcel, të falenderoj që ishe drejt për së drejti me ne, besoj se ke dhënë informacionin e duhur ashtu si mbas versionit tënd tek gjithë ata që përbën interes publik. Jo mbas versionit tim, sepse kjo është e vërteta. Atëherë të përshëndes e dashur drejt për së drejti nga studio emisionit Me Zemër të Hapur, miq do ndjekim një hapësirë të shkurtër publicitare, rikthehemi në minutat e fundit për të marrë mendimin e 2 specialistëve tona mbas të vërtetës së Marcelës. Në transmetim të drejt për drejt në studion e emisionit Me Zemër të Hapur, në pritje për të lidhur me familjarët e babait Marcelës, për dëgjuar edhe versionin e tyre, do t'i kërkoj mirëkuptimin 2 të nderuarave të mia në panelin e profesionistëve, ndoshta koha është e kufizuar ditën e sotme për të dhënë ato mendim dhe opinion, po besoj se me pyetjet tuaja keni sadopak edhe ju me një fjalim mund të ma përmbledhni, sepse do rikthehem shumë shpejt tek zonja Mimoz, e cila deklaron që ju keni prova dhe fakte të ruajtura, përse i keni këto prova dhe fakte? Mesazhet e Naumit edhe të Marcelës. Nuk i prisha se e di që ajo kundërshton gjithmonë. Sot çdo gjë thot të kundërtën. Po, nga që thoshte të kundërtën, ju i ruani këto mesazhe, të cilat çfarë deklarojnë? Kur më kërkoj lek, po, më kërkoj 50 euro për miell. Po, për një thes miell. Kështu që ajo ministe vetëm me Messenger. Kur vija Mirja në telefon, ajo nuk më hapte telefonin. Unë gjithmonë mijat e telefonin na unë. Megjithatë ju deklaronin që fëmijët 2 voglushët e ndjerë kanë deklaruar gjithmonë për presionin që nëna e tyre ushtronte. Po, ajo i rinte. Po për babain çfarë thonë fëmijët? Jo, babain e donjën. Ajo i rinte. Megjithatë, jam shumë e shokuar dhe besoj se edhe publiku është ndarë në dysh, kë të besojnë dhe kë nuk të besojnë. Marcela tha, këto janë të vërtetat e mia. Megjithatë, ju jeni në një lidhje me familjarët e Naumit, duhet i mbetet drejtësisë për të zbardhur gjithçka. Jo, drejta është e drejtë. Nuk po ashtu. Drejtësia ta zbardhë të vërtetën. Qofse i ka vrarë ajo, të dënohet ajo, si ku ajo, pa varrosur fëmijët ku në Greqi? Kysh. Do të na ndihmoni në fakt shumë mesazhet e tua për të vërtetuar të vërtetën e Marcelës, por edhe të vërtetën tua, ju jeni të 2 krahët e miqësisë së Policia që shoj të fëmijët. Policia ku ishte shteti? Pse nuk e pranoi shteti? Çfarë do thuash? Babai i Marcelës, zoti Astrid, nuk ka lejuar të bien të marrë pjesë në varrim. Një ishte ai që se pranoi.
Një ishte, po gjithë që polici... Ndoshta mund të qenë edhe Andrea, jo, gabim. Nuk e dim. Gabim. Gabim, kjo është gabim. Në qofë se do më vdes fëmija, do më vari i burri, unë breshk, do bëhem, do vetet e fëmija im. Përse fundit herë, do vetet të avaroz vetë. Më duhet të lidhem edhe me policinë. Do të avaroz vetë. Ajo sa do, beri dhe shërë me mua kur i kam folur një që kishte grindje me Naunin, që më tha mua, unë tha kisham thikën atje, tha dhe do t'i kisham vrarë të dy, tha, vetëm për ata fëmi, tha nuk i vrava. I thash në mos, i thash në tash burki, i thash për qa. Për qa. Për këto gjera? Ashtu të ka thënë, po... Po, Angji, mund të komentoni ju, me gjitha të telefonin e gjyshes së Marselës e ka ngrit vetë zoti Astrid, i cili ka kërkuar ta lëm të qetë, nuk di asgjë për ngjarjen dhe nuk kërkon të jetë pjesë e emisionit Me Zemër të Hapur, qoftë përballë ish bashortes, qoftë edhe për akuzat e rënda që vetë Marsela ka deklaruar drejt për së drejti për babain e saj ditën e sotme dhe nuk kemi mundur, të paktën gazetari Odeta Dume nuk ka mundur ditën e sotme të marr asnjë fjali të shkëputur nga zoti Astrid. Nëse ndjeni gati zoti Astrid për të bërë pjesë e kësaj studi përballë akuzave të vajzës tuaj, atëherë edhe në ditët në vazhdim jeni i gatshëm dhe jeni lutur të vini pranë redaksisë emisionit Me Zemër të Hapur ose të na jepni një koment të shkurtër për akuzat që u ngritën drejt për së drejti. Po Angji dhe më pas në Igje. Po thoja që shumë shkurt, sepse dhe zonja avokate ka shumë për të komentuar për këtë histori dhe për mënyrën se si do vijojnë hetimet e ngjarjes. Marsela ka një mos përputhshmëri ose vijim logjik të historive që tregon. Pra të punosh edhe të konsumosh shumë pak gjëra është absurde në realitet. Do kisha dashur, të kisha dëgjuar më shumë dhimbjen e një nëne, të kisha dëgjuar më shumë për fenomenin që pse ndodhi gjithë kjo fatkesi. Megjithatë, është një panoramë e qartë e familjes se ku ndodh krimi, pa dashur për të parajgjuar. Marsela vjen nga është fëmijë që 4 vjeç e divorcuar me prindrit biologjik. Të saj ka vijuar që ka një fëmijë më pas nga një lidhje që ka patur në Greqi dhe martesa që kishte me të ndjerin zotin Naum. Problematika që mund të ketë familja, dhuna, tradhtit bashkëshortore, kanë degeneruar deri në zemërimin ndoshta të Naumit dhe të këtij krimi kaq makabër. Emisionin e kaluar sigurisht që kam konsumuar pjesën e depresionit akut, të psikozave të fshehura, të hakmarrjes, ashtu sikurse Medea në lashtësinë e saj vrau fëmijët për t'u hakmarrë ndaj burrit dhe që ishte xheloze ndaj tij, ndoshta historia vazhdon dhe në ditët e sotme. Ai nuk e ka suportuar dot ikjet e Marselës gjatë natës, nuk ka duruar dot as tradhtit që para 2 muajsh ai kishte zbuluar me një qytetar të komunitetit ku ai jetonte dhe nuk konsumoni më martesën e tyre sipas familjarëve, ka bërë që ai të ketë një zemërim kaq të madh sa që t'i merrte jetën fëmijës dhe vetvetes së tij. Këtë dua që të paraqis sot dhe të ta jap më shumë se një panoramë qartë dhe një kornizë që nuk ndodh rastësisht pikërisht në këtë familje të tillë. Marsela që në fillimet e veta ka patur probleme në marrëdhënie me nënën e saj biologjike dhe ndoshta mund të ketë vijuar këto gjëra edhe me fëmijët e ndjerë që sot nuk jetojnë më siç janë voglushët 8 dhe 4 vjeç. Doja të merrja mendimin edhe të zonjës Nexhi Beqiri në lidhje me këtë ngjarje të rëndë, por që më duhet të jap një informacion. Gazetarja Odeta Dume është lidhur në fakt me policinë e Korçës, e cila nuk ka pranuar të japi asnjë lloj prenoncimi drejt për së drejti në këtë studio apo për televizionin News 24, mbasi çështja është në hetim. Ne i bëjmë vetëm një pyetje policisë së Korçës për të kuptuar vërtetësinë e Marselës në gjithë rrëfimin e saj drejt për së drejti në këtë studio. A ka pasur në muajin nëntor një denoncim që Marsela ka bërë pranë kësaj policie në lidhje me dhunën e ushtruar nga ana e Naumit? Vetëm kaq mund të bëj policia dhe mund të hedhim dritë mbi ngjarjen, mbi të vërtetën, mbi protagonistët e gjithë kësaj historie. Nuk duam të hetojmë se kush e ka kryer krimin e trefisht. Nuk kërkojmë ta bëjmë këtë pjesë të hetimit, megjithatë policia e shtetit, nuk e di, ndiqem edhe nga ministri i Brendshëm zoti Sajmir Tahiri, i cili gjithmonë pozicionohet në krahun e medias dhe gjithmonë ka qenë ndihmës drejt për së drejti në studion e emisionit Me Zemër të Hapur për të dhënë një të vërtetë. A ka pasur një denoncim në muajin nëntor sipas Marsela
toshit për dhunë në familje në policinë e Korçës. Ka që kërkojmë nga ato për detaje le të merret policia dhe më pas prokuroria për zbardhjen e gjithë të vërtetës. Po zonja Nenxhi, po Anxhi, më kërkon po? Zonja Marcela ka nevojë për mbështetje psikologjike, emocionale në të gjithë këtë zi që ajo po përjeton nga fëmijët dhe nga ish-bashkëshorti. Megjithatë, si ne në këtë studio, ashtu edhe publiku është i dyzuar për shkak të asaj që ka ndodhur. Megjithatë, duhet kuptuar e vërteta, qoftë Marcela e dyshuar për këtë krim makabër, qoftë edhe Indieri për këtë krim makabër, puna është që ne duhet parandalojmë ashtu si që thatë dhe jo mbasi ndodhin ngjarjet më pas të ngrem zërin dhe ndoshta edhe të keq kuptohemi sepse shumica e komentuesve në faqen tonë të Facebookut thonë përse duhet ta dëgjonim zërin e Marcelës apo hidhen kundrejt zonjës Mimoza, të cilën e etiketojnë dhe të mos e ketë as emrin nën. Asnjëherë e vërteta nëpër ekranin shqiptare nuk pranohet nga gjithë ata që na ndjekin në këtë transmetim. Është normale që ka mendime të ndryshme, sepse mendimi i njerëzve gjithnjëherë është subjektiv, varet nga ajo që njeriu, nga personaliteti i tij, nga integriteti i tij, nga formimi kulturor, psikologjik, kur gjykon tjetrin. Por, kur ka ngjarje kaq të mëdha, natyrisht, është media ashtu si dhe organet e hetimit pa ato dhe pastaj një vendim gjykate, i cili qartëson dhe më mirë gjërat. Media për raste të tilla ekstreme, detyrimisht do integrohet, do investohet, do të japi një ide, do diskutoj për gjërat. Problemi është kur media egzageron, që merret me gjëra nga më të thjeshta, nga veprime të naturisht që janë në rangun e krimeve të tilla, si këto që ja vlen të diskutohet. Ato po, media nuk duhet futet edhe në gjëra shumë të inda dhe nuk ka pse mbush gjithë kronika dhe të filloj lajmi i parë të jetë vetëm kronika e zezë, me vrasje, me përdhunime, dhe me shpjegime të detajeve dhe si e bëri vrasjen, si e bëri, si thua, ushtroi dhunën, si i doli në pritë, si e hapi bankën, çfarë levash, ku fut, si hapi muri. Këto janë pa nevojshme. Sepse nga ndonjëherë duket e para ka një efekt negativ, sepse krijon tek njerëzit e mirë të ndershëm, kur ajo krijon një gjendje pesimiste, sikur janë të rrethuar me krim dhe me poshtërsi dhe duhen të ndjehen të pasigurt, dhe nga ana tjetër, njerëzit që janë kontingjent krimi, sikur inkurajon që edhe ti mund ta bësh kështu, ja si u vidh ka banka, ja si mund t'i dilet në prit tjetri etj. Unë kam qëndrimin tim në këtë drejtim dhe nuk e kam qëndrim thjesht personal, por nga çfarë unë kam studiuar dhe nga çfarë unë kam parë në televizione në vende të ndryshme. Kështu që nuk jam dakord me ato televizione që hyn në shumë detaje dhe gjërat të rëndësishme. Rasti sotëm është i përmasave që ja vlen të diskutohet, ja vlen që të tërhiqet vëmendja. Jo thjesht, prandaj dhe përmenda që në fillim, jo për të thënë neve që është me faj Marcela apo Nauni. Këtë gjë do ta nxjerrin organet gjyqësore. Është një hetim i plot, do t'i verifikoj të gjitha gjërat, do të shikoj të gjitha provat, do të shikoj ndoshta do t'i kërkoj dhe juve t'i shikoj mesazhet që ka dërguar juve, babait, Naunit, hyrje daljet në shtetin grek, ku ka qenë, ku flinte, me kë kontaktonte, çfarë idesh kishte, çfarë koncepti kishte ajo për jetën, dhe realisht se si mbante marrëdhëniet me bashortin dhe me fëmijët. Unë kam opinionin tim personal që Nauni mund ta ka bërë atë vepër nga, si thua, sedra, sepse ja kishte imazhin e një femre që do të ishte nënë e fëmijëve, bashkëshorte e tij, po si thua do të arriste kultin e familjes, sepse çdo mashkull ashtu ndron, kur zgjedh një grua për ta bërë bashkëshorte, të ketë një familje solide me fëmijë të edukuar e tjerë. Si duket nuk e arriti këtë gjë. Ky është mendimi personal dhe ndoshta bëri gjën më ekstreme, që është e pafalshme, që të vëj dorë mbi dy fëmijët, edhe pasaj edhe vetën. Mund të jetë dikush tjetër që ka bërë këtë gjë. Janë organet e hetimit që do e verifikojmë. Është çështje shumë e rëndësishme, është çështje që ka vështirësitë e veta në hetim, sepse janë krime që ndodhin brenda 4 mureve të shtëpisë, dhe që njerëzit e tjerë nuk e dinë se çfarë po ndodh atje. Ndonjëherë dëgjojnë dhe zhurma, por nuk e dinë nëse është një zënk e momentit, një zënk e radhës, apo është një gjë që mund të çojë dhe në krim. Pra janë gjëra shumë të vështira për të verifikuar.
Me gjithatë, është detyra organeve të hetimit. Ne na intereson nga kjo studio e sotme, të mund të zbulojmë sa më shumë gjëra që ndikojnë në jetën personale të femrave shqiptare, të nënave shqiptare, të baballarëve, për të parandaluar fenomene të tilla. Dhe si parandalohen fenomene të tilla? Është fakt që në këtë realitetin e 25 vjetëve në këtë Shqipëri, është menduar shumë nga shteti, nga politika, nga deputet, parlamentar, kryetar bashkish e njësish administrative, më tepër sa rrugë do ndërtojnë, sa lulishe do bëjnë, sa autostrada, ku do i bëjnë, sa kilometra, raportojnë sa kilometra janë riparuar, apo ndërtuar të reja, ku është bërë një urë, dhe nuk janë investuar, ose s'ka qenë në vëmendjen e tyre pikërisht njeriu i cili bën këto vepra. Njeriu që ka jetën e vetë, dhe që është e drejta e vetë themelore kushtetuese për ta gëzuar jetën e tij me tëra lirit dhe të drejtat e tij të përcaktuar nga konventa ndërkombëtare dhe njëkohësisht të përcaktuar nga Kushtetuta e Shqipërisë. Nuk investohet dhe akoma nuk investohet. Dhe ç'është investimi? Investimi së pari është moral, për të krijuar një shoqëri ku njerëzit duhet të kenë moralin e tyre, që duhet të kenë jetën e vetë me moral, por njëkohësisht do të ndjejnë detyrimin për të respektuar të tjerat, për të respektuar të drejtat e të tjetrit. Unë bëri një zgjedhje, pati motivet e veta që zgjodhi Marcelën për bashkëshorte. Bëri dhe një fëmijë. Po ndoshta dhe ai nuk e mendoi gjatë që ishte ajo gruaja e përshtatshme për ata apo jo. Marcela mendon se do shkojë, do të bëj pak lek në Greqi. Dhe nuk e mendoi që 2 fëmijë 4 dhe 6 vjeç nuk lihen me babaj. Duhet kujdesi i nënës, dashuria e nënës, vëmendja e nënës. Pra nuk e mendoj. Dhe thatë këtu në studio që unë nuk e kisha menduar që mund t'i vriste. Pra po kjo nuk e shfaqson atë gjë. Marcel, nuk e shfaqson. Një njeri i thellë në mendje, një njeri me moral të lartë, një njeri me mendje të ndritur, një njeri edhe i zakonshëm. Duhet mendoj që unë tani jam nënë. Unë kam 2 fëmijë, do kujdesem për ta, kam një bashkëshort. Mundet mos jetë me atë bashkëshort, po fëmijë do t'i ketë. Po, një fjali të fundit, po, se më duhet ta mbyll zonja Nexhi, duhet fokusohemi si duhet parandaluar kjo ngjarje sipas këndvështrimit tuaj si avokate. Me sa ndjekun, sepse unë në të njëjtën kohë... Jo t'i gjykojmë mbasi ndodhin dhe krijojmë dhe emisione të tilla. Me sa ndjekun në realitetin e Shqipërisë dhe në të gjitha institucionet, konferencat që bëhen në Shqipëri dhe në kontaktet e përditshme, shteti ynë nuk ka një studim të mirëfillt sociologjik, psikologjik, se çfarë fenomenesh, çfarë krimesh ndodhin, cila është baza sociale e tyre. Pra, nga konferenca duhet zbrisim në terren për të prekur më nga afër këtë lloj realiteti. Cilat janë problemet, për ta shëndoshur moralisht shoqërinë shqiptare, për të vënë parime të përgjithshme, për të inkurajuar shembullin pozitiv në mënyrë që njerëzit të bëhen vetëdijshëm çfarë detyrimesh kanë nga jetës së tyre, të fëmijëve dhe ndaj jetës së tjerëve. Ju falenderoj të dyjave për prezencën në këtë studio, për komentet, edhe pse ishin të reduktuara për shkak edhe të minutazhit që i la më gjatë Marcelës. Do rikthehemi shumë shpejt me të tilla tema, ndoshta për t'i paraprirë dhe për të parandaluar dhe në këtë studio pse jo, të hedhim dhe ndërmjetësimin midis partnerëve, bashkëshortëve dhe të bëjmë atë ndërmjetësimin që duhet midis tyre për të mos u shkatruar institucioni familjes. Ju falenderoj edhe një herë për prezencën në këtë studio. Ju falenderoj dhe ju zonja të nderuara që pranuat të ishit në këtë studio, duke të thënë udhtim të mbar dhe Zotit të dhënë të forcë për të përballuar këtë dhimbje, dhe nuk e di një fjali të shkurtër si do vijojë marrëdhënia jote me Marcelën. Pritet gjithçka nga ajo. Nga ajo. Edhe një herë faleminderit që ishe me mua në këtë studio. Miqtë mi, ndajemi këtu nga ky transmetimi drejt për drejt i ditës së sotme. Faleminderit që na ndoqët, faleminderit që vazhdonit na shkruani në faqen tonë të Facebookut emisioni Me Zemër të Hapur, ku jepni mendimet dhe opinionet tuaja. Edhe një herë, të gjitha mesazhet dini gruese që do vinë në këtë faqe Facebooku, jemi të detyruar t'i heqim nga faqja jon. Edhe një herë duhet t'rregohemi të kujdesshëm me etikën në këtë faqe. Mund të bëni dhe denoncimet tuaja për të kthyer personazhet të studios emisionit tonë. Bashkë takojmë në ditët në vijim, deri atëherë mbas ditët këndshme.